Lufta e Kosovës do lënte pas mira viktima dhe bashkë me to, mira histori tragjike të zhdukjes së njerëzve. Do të dokumentohen ngjarja e parë ku viktimat kidnapohen të strukturave të Miloševićit, në të cilën ishte planifikuar zhdukja e trupave të viktimave civile. Lufta e Kosovës do lënte pas mira viktima dhe bashkë me to, mira histori tragjike të zhdukjes së njerëzve. Në nisje të luftës, organizatat vendore ndërkombëtare do të dokumentonin ngjarje në të cilat krahas vrasjeve masive, trupat e viktimave do të zhdukeshin me qëllimin e vetëm për të zhdukur gjurmët e krimit. Në muajin maj të vitit 1998, në afërsitë të fshatit Poklekëri të Drenasit, do të dokumentohen ngjarja e parë ku viktimat kidnapohen, vriten e me pas trupet e tyre zhduken pa asnjë gjurmë. Kjo ngjarje do të pasojë me qindra situata të tjera të ngjashme, ku viktima do kidnapohen e më pas do të zhduken në forma të ndryshme. Në dosjet e gjykatës së Hagës, hetuesit ndërkombëtar do të dokumentonin një plan të fshehtë të strukturave të Miloševićit, në të cilën ishte planifikuar zhdukja e trupave të viktimave civile. Në një fletore të një ushtaraku ishte shkruar qartë mesazhi: nuk ka krim pa trup. Mbi këtë urdhër operativ, trupat e viktimave nga të gjithë Kosova do të zhdukeshin. Krahas historisë së zhdukjes së viktimave, mbi 2500 njerëz u mbajtën në burgjet e kohës. Kidnapimet dhe zhdukjet masive do të arrinin kulmin në mesin e vitit 1999. Atko, kryqi i kuq ndërkombëtar do regjistronte 6500 persona të zhdukur në mbar Kosovën. Nga ky numër, disa do të zbuloheshin të gjallë, disa të vdekur, ndërsa edhe sot një pjesë e familjeve vazhdojnë të kërkojnë trupat e tyre. 26 vite pas përfundimit të luftës, familjet e personave të zhdukur vazhdojnë ende betejën për të vërtetën dhe drejtësinë. Në mbar territorin e vendit, statistika dëshmojnë se rreth 10% e viktimave shqiptare janë zbuluar të varrosur në varrezat masive në Serbi, ndërsa mbi 12% e viktimave të luftës vazhdojnë ende të figurojnë të zhdukur. Kërkimi për fatin e tyre është një makth i gjatë për familjet dhe rrethin e tyre. Nona jam ka qenë një grua e urtë, punëtore, një grua e shkolluar që i kishte 4 fëmijë, mua dhe 3 vëllezër. Ajo është marrë zakonisht gjithmonë ka qenë mas babit tim. Prej 98-ës ajo bashkë me babin kanë qenë furnizues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo për 2 vite radhazi ka shërby bashkë me babain tim. Deri në momentin kur është kidnapu. Moj otac je po profesiji bio profesor biologije. Uvek je radio u obrazovanju, počevši od profesora biologije, zamjenika direktora i posljednje zaposlenje je bilo direktor srednje tehničke škole u Uroševcu. Unë ka pas 3 fëmijë, ka qenë shumë tregu, ka qenë njëri shumë njëri mirë, shumë njëri përparimtar, punëtore, shumë punëtore madhe, ka qenë një fjalë zotërime madhe, ka qenë shumë. Edhe arsyeja se ka ardhur këtu në Firizaj, ka ardhur për me lënë vetë atë personin tjetër, që kanë qenë dy gra që janë zhdukura, ka ardhur domethënë për me lënë vetë deri në Firizaj. Pa moj otac je bio običan radnik, nije bio radio je posljednji put je radio u šumsko gazdinstvo. Tu je bio posljednji put gdje je radio. Bio je dobar čovjek, bio je dobar otac, bio je dobar suprug. Mogu reći sve najbolje o svom ocu. Sodim ka lind shpe, në rregull krejt. Qashtu e kum rrit. Si e din vetë me një rrugë të borit që ati nuk kemi pas qaq, kemi pas si pakic.
E u rrit, e hajtën e shkojke me ljop, kish marak. Hinin shkollë, kur hinin shkollë, kish marak, futbal me ljujtë shumë.